Territori shqiptar për datën 19 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira të dendura dhe reshje në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat juglindore priten reshje të dobta bore. Paraditja do të jetë kryesisht e vranët me reshje të dobta shiu në zonat qendrore dhe bregdetare, ndërsa në zonat malore do të ketë reshje bore. Pasditja vijon me mot të vranët dhe reshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të frujë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:39, ndërsa perëndimi rreth orës 17:58 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 11 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri në 8 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 16 gradë Celsius, Durrës 11 deri në 17 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 16 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 14 gradë Celsius, Berat 9 deri në 15 gradë Celsius, Korç 1 deri në 5 gradë Celsius, Vlorë 9 deri në 13 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri në 12 gradë Celsius, Sarandë 8 deri në 14 gradë Celsius.